Natasha. Ndaj të thot Natasha që kur do ecësh në rrugë, mos shiko majtas djathas. Është Zoti ai që na mbron neve. Dakor të? O biko sa gjova. Bravo, ne kemi në gjithë Zoti Natasha, shumë faleminderit për gjithë këshilla, për gjithë fjalët e mira. Po unë do të them një gjë. Ktu ka shqiptar, aq kshi sa për Zotin e Madh, maskinojnë aq bukur për me mfut në burg. Si tiktokera, si edhe njerëz që janë publik thjesht, që më shohin kështu. A kupton me zi, a kupton presin që si me mfut në burg, nuk e di se kanë këtë nejësi, pse kanë këtë inat, këtë mleft keq për mua, se unë jam i vetmi se s'kam bërë lek në TikTok. Ore plasin, a kupton lloj strategjish, si ti bëjmë dam për ta futur në kërkim te për ta rras në burg. Unë se kuptoj, çka kam bërë këtu unë, ora se kam shkordhuj rob me zor, as jam t'ja mora audiencën me zor, se si janë zotit të mamajt, është punë tjetër. Se nuk i du Shqipëria se to janë dy fytyrësha. Unë jam tip që për shembull, një që pshan unë jam ras blok. Unë s'kam që du audiencën ati, to e majnë audiencën edhe tu i shajt. E kur vje puna, përfundimisht bina, a kupton se nuk i shef njëri. Edhe pse i majnë, a kupton këto komentet negative, e duke i ofendu, duke i po. Unë për vetën tim ju fus blok, edhe audiencën gjithmonë e kam përsëri më shumë se nga gjithë. Se jam i drejt për drejt. Jam i vetëm se s'kam bërë lek në TikTok. Bravo, dëgjoj këtu tani. Duhet të dish një gjë. Mos mendos edhe ligji dhe drejtësia nuk ka sy. Në din se këfusin. Në TikTok, ta ha mutin me i miri, haroje këtë. Sepse si kërën njeri jut në qafë. Ndërsa unë që bëra para burgimin, më doli nipi se më mbrojti dhe tha, mos e shani gjyshen time, se më ka rritur dhe më ka edukuar që marrë djeta. Dhe kjo mua më angopën. Raca e kurvave, se janë kurvat ato që unë mblodhën dhe më bën denancimin, kurse ty të hanë karin me plot gojen, sepse se ke rënë njeri u të qafë e ke u shkjerë me bukë. Dakord? Unë jam ai si ja kam pre biletën Suazës ku ka qenë Dubai për kokë familjes. Zotim qoftë atje ku kam qenë, se ti e di se çfarë është burgu, se ke përvun këtë moshë të madhe. Kam pas frikë kur botë dënimet me mu zhvesh, mora informacion se është me ligj me burg në Dubai me botë lloj dënimesh. I kam thonë Suad, hes kam thonë mi ik për Itali, mos rri më aty se mos arrestojnë. Po si ti që unë tha se unë i kam pagu lekë të qeras, si të pres biletin, ja kam pre unë biletën, si mos më rrezikuoja për burgun. E parnej Suada, e kupton gabimi që ka bëa, kupton edhe nuk ashtu nuk në kontrolvet mu me mbot dam ose në i gjonë, se e di që qa zemër kam unë. Po ajo po, nuk duhet me bo ato lloj gjonash me mu, me mram qaf shumë se nga trajtu keq edhe në burg, më ka zhvat, më ka bo, më ka shikua, kupton, ku di gjonë, se ku tisha nej sklavi saj. E kam një mu, me sa kam pas mundësi, edhe mi ka morë gjithë leke, gjithë gjonat, edhe kur vje puna vetëm për interes më ka pa. Kam qenë burg në Shqipni, më pa thonë nisi lek, as ka nis as lek as i gjo. S'm ka nis as një lek mu në burg, përveç një shqiptarit Maqedonis, më ka falë 2500 franka. As një tjetër. To tjerë që thojnë, as i gjos më kanë njës. Vetëm njerëz të mi që më kanë një mund. Dëgjoj Natashën tani. Një ditë ajo do vi do të kërkoj falje. Mama mënd. Se do ngelet, e di si do ka ta ndiset keq ajo, do thot kush e ka zemrën e mirë, vetëm firja. Dhe do të kërkoj ndihmë ty ajo. O i kam thonë, unë i kam thonë prep, o Suada, atë i kam thonë, do me po të nimet, unë gjuj giftet ose t'jep lek. Jo po si t'i bëj, jo po te kuku, unë lek shqyl nuk t'jep ty, ta harrashet punë. Sa ajo do t'a shia këpton, me net unë me te këtu, e mi dhone i lek kotë. Po jo se s'kam nevoj pra te unë, se ka kotë sa duqe bëjnë dënime. Unë këshu bëj, unë këshu loja është bëj, lek s'fus gjonë në gjep, lek që i kam, i shpenzoj këtu, qam gjuj njerëzit. Këshu, unë me show merem, unë s'kam hongër buknerë nga TikToku, as duhan e herë. Se e di unë se TikToku s'm jep gjonë mu, se kam pas objektiv që këllin. Po jo se ke zemrën të tilti, nuk mban dot në xhep ti. Ani muhabeti është ju që u ka ngel hatri për Suadën që një mërzit pse kanë ollë kjo, më keni morë minati me mu, mus me plas leshi fare. A kupton se ju jeni njerëz me dy fytyra, si një njeri që se do një njeri, edhe shef në momentin që i ndodhet diçka i bëhet çepi se e meriton. Ju jeni me dy fytyra, deri djes keni tesh pa me sy, ja keni rru gjitha të këqijat nga dynja, ku i ndodhi ky incidenti tani, gjithë i dolet nga ju, gjithë, 1% e vogël, dy fytyrshat. A kupton, 1% ne ti tamam me fjalë, 1% i shkojmë krah. Unë se kuptoj, pse i hekni herani, orrini mi krah ose mos rriton ndrusak në sane. Mos u bëni dy fytyrsha. Unë se kam problem me rëpshti. Unë më kanë sulmu shumë herë, më falot Natasha, më keni sulmu shumë herë. O, rëpë të më të kam menu, si këto do më rrejnë mu gjithë me fjallët e me komentet e juja, kur vje puna, prap gjithë mund kam nejtë on top, në vend parë kam nejtë unë për audiencë. Pse? Se unë i thëmë gjona drejt për drejt, ashtu se ku i ndjej, i thëmë, nuk di ju mu serveris.
Një herë s'u kam pa mi u zhvat, mi u bo, jo po me më gjujt gifte, që do shqiptarëve do pëshqirë rëp, vetëm t'ju marrësh leket, se për gjotë tjetës dut, asnjëherë se ka menute. Qose ka menu për ju ke gjaj, me nofsha për familjen time. Qose u kam pas juve me të futëm. Parnej mu më du njerëz, se unë jam i drejt për drejt, o vlla. Unë a kupton, ju bëj me qesh, ju fus njerëz me bot dënime, heq lek nga xhepi im, unë se kuptoj, pse që nge mu një kishin këtë mes. Po pra, Arrafi, më fali sekondë tjetër. Arrafi Arapi se merdi mesazh se më kujtu. Arrafi Arapi, pse u bë çefi gjithë Shqipërisë? Ha? Arrafi Arapi, ai u bë çefi gjithë shqiptarëve, sa mirë ja ka bë, i lumshin durt. Pse tani ku rrafin shqiptarët? Pse u mërzitet ju? Pa ne, a kupton se kuptoj pse bënë dy fytyrësha. E bolli zot çuni, po mirë se shaka kena bë. Ja bolli zot çuni, po tishim jo dhimbs çuni asaj. Ajo nuk e letë çunin e gocën, janë rrit vetëm. Ka 3-4 vjet në TikTok se rrit vetëm sa mi vën, i le kalamaj tu rrit vetëm, shkoj takon një herë 3 muajsh. Folë tash, më fal. Gjotan, jo, unë do të thosha këtë. Tek videoa që pam neve, ajo u shtri në tortuar dhe ato gratë i thanë, thuaj më fal. Atë gjë që i themi dhe në TikTok. Ajo që e një teatr që. Unë e sa kuptova që e një teatr. Se ku e goditi undën punë e saj, ajo rëzua. Pse nga Afrika, nga të ligat, se e di që ka për të liga. Pse vide në Shqipëri? Ajo e di, se ka ajo ka sharë për thuaj se gjysmën e fëmrave në Shqipëri. I ka diskredituar, ajo na ka diskredituar emrin e shqiptarëve ne. Ajo se ka problem vesa gjini femërore për gjinin e vet, e do keni problem ju pse rrafën femrat atë. Po mpillson se ajo po të ishte rraur, dhe po të ishte goditur dhe të kishte dhimbje, nuk do dilte me njerë në TikTok. Këtu ajo ishte bërë me salcë, ajo s'ka shënja. Se ditën e parë ishte lyer me salcë këtej, me këteja. Pse nuk ka shënja? Kur i këto shënjat me njerë? Këtu te unda masa është rëzuar, di unë? Kush e ka përpjekur? Ora, ku dini ju se si kanë dhënë 5.000 euro sajt me e bo me inskinu me më thonë emrin tim. Me më bërë prish mu imazhin. Po edhe me pa bohën, edhe me pa bohën, shumë mirë t'i bohën. Shumë mirë t'i bohën, e meriton. E meriton. Ata, edhe po kam bërë emrin të ty nuk të prishet, sepse ty të njeh gjithë Shqipëria. Ti zëmër ta njeh gjithë Shqipëria. Po me për zotin o Natasha, vetëm kjo suadës në prishet se qevi u ka bo 70% shqiptarëve. Edhe femnat që tash i dhimbësit normal femna, kur vjen gajon thonë mirë t'i bohën, thonë se ajo s'ka dhimbë Shqipëri për kalamajt e vet. I ka zonë haku kalamajve. Në loj, këtu në TikTok që kanë mbrojtur atë, e kanë mbrojtur për të dalë për të fituar ndonjë lek, e kupton? E vetmja jam unë ajo që po i bie në kokë, e po t'i them, o karakur, o hamutin gjithë shqiptarve dhe qërohen mos hajde këtu. Unë ja kam thënë botërisht, dhe ja them botërisht, dhe sa ti jem gjallë, unë Suadën dhe grupin e Suadëve në kategorinë e Suadës, larg Shqipërisë. Ajo po t'ishte e ndershme dhe të kish karakter s'do kishte ikur, do qëndronte këtu. Dhe do thoshte, dhe do dilte thoshte më fal. Kë akuzoj Natashën, akuzoj Ferin, kë akuzoj, thoshte më falni. Sepse ashtu e mendova për momentin. Më falni. Pse? Se unë isha ajo që kisha thënë, po me edhe Tiranë do të marrë zvar. Unë isha ajo që kam thënë. Ja plas drejt për drejt shtyre, kjo gjotë një. Faleminderit gjithë për zemrat, ja ju zoti gjithë njerëz pozitiva se e di. Tani më thuaj, fillove ndonjë punë? Jo, jam Belgjik për momentin. Akoma po pres që gjo me ikë në vend. Akoma se më stabilizu domosht. E mirë, ki mendjen andej dhe jo gjërat palikshme. Të gëzosh lirin tënde, se jetë djalë i ri, jetën edhe përpara me njerë. Natasha, gajon është gjinaf me hymë me rrezikun për gjonat vogla, me hymë burg. O rrezikoj për i gjotë madhe, ose për gjonat vogla s'kam se me rreziku, se funi TikTok me hy, po bëjnë lëllë tipa shleke, pse mos me bëhun. Po rrezikoj për një gjotë që javlen. Bravo, dëgjoj Natashën, ti ja shtetit se gjithë malësorët andej janë veshur me uniform të policisë që punojnë në natën, që ruajnë këto të gjitha. I ka i natë polisat, Apo i ka i natë? Për qa the? Të vishesh me uniform që punojnë një shtetit në Evropë. Po. Që punojnë në këshu, në privat. Punë privat, po me uniforma. Bravo. Se ke siqyri, si quen ata, se ke gjithë patriotët e tu që janë malësor andej, edhe kështu do vesh në një grupë të mirë, edhe të posë edhe të parbisur. Ja me se për punë gjemë, ne po puna sa të stabilizohemi i vend, se punë kasat dushe, se qunat të jemi. A vash ke që motra mirë? Kërë të zoti, ja na e boli kjo shoku pjot me makarona.
Hajde, të bëftë mirë. Ha tani dhe flasim mirë tjetër. Okej, turit kur zotë. të duash. Kur të duash. Aska që ta marrëm këtë lojë, ta marrëm këtë lojë, s'prish punë. Okej. Ta marrëm këtë lojë. Ti mirë ke qenë. Sa të majtë merë në Natasha? 5 muaj. 5 mujtë majtë, në? Ku e bon atje në Përgadec? Në Pogradec vra 3 muaj dhe 2 muaj në Tiranë. Pa e kaloshe mirë aty më rëndë. Po mirë, të e fëmra të mirë është si kamp është. Po, Si kamp po. që ishtin në shtëpi private dhe me obore, bënim gjimnastike, kishte aktivitet. E di, po prap. Dërsa në Pogradec ishte si hotel me 5 yje. Çdo gjë e bardhë të gjitha. Me palestre, me komotivë. E di se e kam pas, e kam qenë aty nga afër. Po, me Kam çdo qenë gjë. nga... Ash aty më kodër ajo, ash i godin dykaçe. Po, E 3. di se kam qenë. Po, prap si prap burga, si do t'jetë, a kupton, ku s'ke liri, ku s'ke njës të të zemrës, avë. Dëgjo, janë hekura. Bodh kur shikoni hekurat, që je i rrethuar me hekura, po që ishin gratë, jo. Ishin gratë të mira të gjitha. Gratë të vuajtura, gratë që kishin fëmijët e vegjël jashtë, vajza të reja që s'kan ndërtuar jetën akoma. E di, inshallah lirim sa më shpejt. Gjitha gocave dhe çunave kus janë në Shqipëri në përburgje. Edhe jashtë. Teri, ti më beson, se unë mund ta them dhe të tjerët nuk më besojnë, po ti më beson. Kur kam ikur, se ishte me 3 kate, kur kam dalur se unë i mbaja me të qeshure, me muhabete, me shakara, dolën si lulkuqet mbi mu në dritare dhe qanin të gjitha me ë. Të gjitha kanë qanë. Ke kalu bukur me to, ke kalu bukur. Ke kalu bukur me to, po. U dhash kurajo të gjithave, por më mirë t'i vini në... Qyrë se marove në botë qefi edhe për qunin, inshallah kur më stëra për ise, se kurves nuk ka paku sharën asaj lavire. S'ka gjë, zoti la... Qyrësës më futën, shqyrësës më kanë futën dhe mu më qeshi me ju se edhe unë, i thash atjerë qunit ta të shaje, mishë më futën dhe mu për nëzitje. Jo, s'kishte lidhje. Kishte lidhje që fëmija ishte 10 vjeç, edhe doli që mbrojti gjyshen. Po një ditë ai djalë do dali, ai djalë ka për të dënuar të gjithë ata që kanë dënuar baban dhe gjyshen, mbaj mend. Inshallah o zot, inshallah e jep. Ja jep pavë. Është shumë inteligjent, është shumë djalë i zgjuar dhe ai ka një dashuri të papar për baban dhe për Natashën që ka arritur dhe për Hallën. Edhe kështu që e mban për brenda, atë më thon shokët e tij, ri mërzitur argi. S'ka gjë. Do edhe Iko Natasha turit zoti. E i ke futur me atë mama, divojlata mama, për favor. Mama do vesej mama. Po karakurvo ti është fëmijë paritur pa nën. Ajde i baba i shkret punon tër ditën i shkreti, në darkë sa t'i bëj, sa t'u bëj banjët i vërë në gjumë, zdo bëj dhe i baba i shkret. Kur karakurva shkërde, kanë mënit të shkërdhen karakurvat. E nuk pjesin për fëmijë që se cili në jetë, aman morë kush bëhet në nëre. Iko, tasha ta zemë, isi robi mirë, trujti madhi zotë, në gjojmë i prep. Po shëndes. Të bëftë të mirë, të bëftë Ja ka lëshmi, i ke luj matë kurve, i ke luj matë në gjeneroje. Atje, sa të jem gjallë po, sa të kem firmë. E ti nëzia jetë, sa ka, a pëse të manë tyje, nga që bot loja forë për audiencë, nuk të manë, jo. Ti je pa audiencë asaj, mos kujto se ti je pa ja audiencë ty. Jo. Unë dalë për të kritikuar, se unë siguruar jetën ti dhe kam siguruar. Pa të sa s'pat fjallë. Me kapele, e kupton, po unë sa të ke mundësi, unë nuk i duroj do të karakurva, të jetën time. Unë karakurva si kam duruar do të. Jo, plasë më këtyrë. Edhe biskirat, edhe burat kurvar. Si kam duruar do të jetën time. Nuk i kam duruar do të. Ik përshëndes të rritë zotë, se në gjojmë i prapë. Gjithë mija, ta që ta një. Qafoj. Përshëndes, me pashë. Natën, edhe unë dashuri. Ciao. Mama, divojlata mama, per favore, io piccolino. Pftofën e si hapa pasaj, unë atë shtohë, asë prish punë. Shumë të ndurë. Po këta jenë, unë do i lajmë rapa, Jenë të kemi lasë edhe me ba me hangë. po rëp të mua të jenë mi lajmë rapa, unë si pjesame, po? Baf mirë, faleminderit. Bodyguard, po. Kuzhinier, po. Lek, të dhëm, po. Anisa, ku jeftë deksha më për lullet e tuja. Faleminderit për zemrat, për koment pozitiv i rujtë zote. Ja, ju fut blok rëpqimave, tak, rri njërës të mirë. Që do të më të shkërdhima negativa?
Presin kur të hyjnë ata kozaku, ata shkojnë rrinë me kozakun.